Miliarderi Elon Musk ka hedhur idenë e krijimit të një partie të re në SBA pas prishjes së marrëdhënieve me presidentin Donald Trump. Pak minuta pas përplasjes në distancë me Trump, Elon Musk postoi në profilin e tij në sondazh, ku pyet se 200 milion ndjekësit e tij nëse ishte koha për të krijuar një parti të re në SBA. A ka ardhur koha për të krijuar një parti të re politike në Amerikë, që përfaqëson realisht 80% të popullsisë në mes? Pyet Musk në sondazhin e tij, i cili u pa nga 2.6 milion përdorrues në më pak se një orë. Mbi 428.000 përdorrues të platformës X u bën pjesë e sondazhit, ku 83.3% ishin pro propozimit të Elon Musk dhe 16.7% ishin kundër. Shifrat e sondazhit vazhdojnë të ndryshojnë me shpejtësi dhe do të mbetet i hapur edhe për 23 orë të tjera. Në përfundim, me shumë gjasa, Musk do të ndërmarrë hapat për të krijuar partinë më të re në SBA. Kjo për shkak se Musk mjet për veprime të tilla, të cilat ai thotë se i lë në dorë të popullit. Miliarderi Musk bëri të njëjtën gjë kur bleu Twitterin. Ai krijoi një sondazh ku pyeste përdorruesit nëse duhej ta blinte Twitterin dhe ta restauronte fjalën e lirë. Shumica votuan që ai duhej ta bënte një gjë të tillë dhe pjesa tjetër është histori që tani më e dim.